Horoskopi për ditën e hënë 1 qershor 2026. Dashi. Mërkuri po futet në shtëpinë tuaj të 4 deri në datën 9 gusht, duke kthyer gjithë vëmendjen tuaj tek shtëpia dhe familja. Mos u çuditni nëse këtë të hënë më 1 qershor mund të ndjeheni pak më të ndjeshëm se zakonisht. Kujtimet e vjetra dhe bisedat me njerëzit e dashur do të zgjojnë një butësi të papritur në shpirtin tuaj. Kjo periudhë po afron një dëshirë të madhe për të mbrojtur qetësinë dhe për të ndërtuar një jetë që ju bën të ndiheni të sigurt nga ana shpirtërore. Tani nuk u bëhet vonë se çfarë duket bukur për syrin e botës jashtë. Ecni më ngadalë dhe dëgjoni me vëmendje se çfarë po ju thot bota juaj e brendshme. Ngjyra me fat e verdhë. Koha me fat 14 deri 15:40. Demi. Mërkuri po zhvendoset në shtëpinë tuaj të 3 deri më 9 gusht, duke ju sjellë shumë gjëra të reja për të mësuar. Këtë të hënë fjalët tua do të kenë shumë peshë të madhe emocionale dhe bisedat do të ndihen më intime dhe më të sinqerta se kurrë. Më 1 qershor do ta gjeni veten duke u hapur dhe duke treguar gjëra që zakonisht i mbani të fshehura, ose duke u rilidhur me njerëz që kanë ende vlerë për zemrën tuaj. Është një shërim i vjetër kur thoni atë që ndjeni pa i ndryshuar fjalët vetëm për të dukur mirë përpara të tjerëve. Do të jeni shumë kurioz dhe do të keni një dëshirë të merreni me shumë punë njëkohësisht. Këtë ditë po ofrohet zgjidhja një problemi të vjetër që ju rëndonte, duke ju dhënë forcën për të përmirësuar jetën tuaj rrënjësisht. Ngjyra me fat e bardhë, koha me fat paradite. Binjakët, do të jeni shumë racional dhe të vëmendshëm ku i shpenzoni paratë dhe si mund të kurseni. Do të jeni shumë më racional se zakonisht dhe do të bëheni më të vetëdijshëm për gjërat që do t'ju bëjnë të ndiheni vërtet të sigurt nga ana emocionale. Do të dalin në sipërfaqe pyetje të rëndësishme për vlerën tuaj, sidomos nëse keni harxuar energji tek njerëz që nuk ju a kthen mbrapsht të mirën. Ju keni një dëshirë të thellë për të ndërtuar diçka të qëndrueshme që zgjat në kohë, në vend që të përshtateni gjithmonë me të papriturat. Gjatë prapavijes nga 29 qershori deri në 23 korrik mund të keni ndonjë merak të vogël për financat, por sot po ndjeni plot vullnet për të ecur përpara dhe për të ngritur veten në një tjetër nivel. Ngjyra me fat për ju është e kuqe, koha me fat është 16:15 deri 17:50. Kalojmë tek aforrja. Çdo gjë do t'ju duket më personale dhe më e ndjeshme duke sjellë një periudhë të madhe të vetëdijësimit. Më 1 qershor do të mendoni më gjatë për njeriun që jeni bërë dhe për mënyrën se si ju shikojnë të tjerët. Ky është momenti juaj për të folur hapur, për të treguar planet tuaja dhe për të përdorur fuqinë e fjalës për të marrë atë që dëshironi. Ka një butësi të madhe rreth jush këtë ditë, por dhe një forcë të jashtëzakonshme. Njerëzit po e ndjejnë praninë tuaj shpirtërore shumë fort, madje edhe atëherë kur vendosni të mos flisni fare. Vetëm ekzistenca juaj mjafton për të patur ndikim tek të tjerët, ndërsa puna dhe qëllimet tua do të ecin mbar dhe natyrshëm. Ngjyra me fat blu, koha me fat pasdite vonë. Luani. Mërkuri po futet në shtëpinë të fshehtave dhe të kaluarës, ku do të qëndrojë aty për një farë kohe. Këtë të hënë do të jeni shumë të heshtur se zakonisht, i dashur Luan. Trupi dhe mendja juaj ka nevojë për çlodhje dhe larg zhurmës së botës jashtë. Kujtimet e vjetra dhe ndjenja që i kishit fshehur do të rikthehen papritur. Në vend që t'i largoni këto mendime me punë apo argëtime të kota, uluni dhe dëgjoni me vëmendje se çfarë po ju vlen nga brenda. Është një kohë e mirë për të gjetur paqen me veten dhe për të nxjerrë mësime për të ardhmen, pa u mbytur nga ndjenjat e fajit. Do t'ju duhet më shumë kohë për të marrë vendime, por sot të ndani diçka me vlerë me të tjerët mund t'ju jap kënaqësi. Ngjyra me fat vjollcë, koha me fat 21 deri 22:30. Vjezhëresha. Mërkuri po hyn në sektorin tuaj shoqëror, duke ju sjellë shumë biseda të bukura dhe lëvizje me miqt. Pikërisht tani, shoqëria dhe planet që keni për të ardhmen do të marrin një rëndësi shumë të veçantë.
Po filloni të kuptoni se kush ju mbështet në të vërtetë dhe kush qëndron me ju vetëm për shkak të një versioni të vjetër tuaj, të cilin ju tashmë keni kaluar dhe keni ndryshuar. Më 1 qershor do të ndjeni plot shpresë për të ardhmen dhe do të përpiqeni të ndërtoni atë, duke filluar t'i shikoni gjërat pak më ndryshe dhe të kërkoni njerëz që ju stimulojnë mendjen tuaj. Bisedat me vlerë do t'ju kujtojnë se ëndrat tuaja meritojnë përkushtim shpirtëror. Sot është një ditë e shkëlqyer për të vënë rregull në shëndet, punë apo financa të përbashkëta. Ngjyra me fat është blu e hapur. Koha me fat 11:30 deri 13:30. Peshorja. Për ju të shenjës së peshores, Merkuri po zhvendoset në shtëpinë tuaj të karrierës dhe qëllimeve tuaja të mëdha, ku do të qëndrojë deri më në angusht. Me fillimin e muajit qershor, po mendoni më seriozisht për rrugën që po ndiqni dhe për jetën që po ndërtoni për veten. Bisedat që lidhen me punën dhe planet afatgjata do të jenë plot ndjenjë, sepse prekin pyetje të thella që kanë të bëjnë me lumturinë tuaj në këtë botë. Të hënën do të kuptoni se suksesi ka shumë më pak vlerë nëse ju kushton qetësinë tuaj shpirtërore. Lejoni që në ambicjet tua të mëdha të ketë vend dhe për pak butësi dhe paqe. Njerëzit do t'i dëgjojnë më shumë idetë tuaja, ndaj peshojini mirë fjalën përpara se ta flisni. Sot po afron një mundësi e mirë për të gjetur një bashkëpunëtor të vlefshëm. Ngjyra më fat e kuqe dhe e zezë. Koha më fat është paraditja e vonë. Akrepi. Për ju të shenjës së akrepit, duhet të ktheni vëmendjen tek gjërat e mëdha të jetës. Shpirti juaj po kërkon diçka ndryshe këtë kohë. Ndiheni të tërhequr pas ideve, mundësive të reja që po ju bëjnë të ndiheni se po jetoni vërtet. Më 1 qershor do ta kuptoni papritur se sa shumë jeni rritur dhe sa shumë keni kaluar ato mënyrat e vjetra të menduarit që ju mbanin të mbyllur dhe të kufizuar. Kurioziteti dhe dëshira për të parë botën me një sy tjetër do të kthejë në një shërim të vërtetë për ju. Nuk do t'ju interesoj fare punët e vogla të përditshmërisë. Fjalët tua do të kenë optimizëm dhe frymëzim. Sot punët e përditshme do t'ju ecin bar dhe do të ndjeni se po vjen një rregull në jetën tuaj. Ngjyra me fat është portokalli. Koha me fat 15 deri 16:55. Shigjetari. Merkuri po hyn në shtëpinë tuaj të sekreteve dhe parave të përbashkëta, ku do të qëndrojë deri më në angusht. Kjo do të thotë se po lundroni në ujëra më të thella emocionale se zakonisht, sidomos kur bëhet fjalë për dashurinë, besimin dhe afrimitetin. Bisedat e së hënës do të nxjerrin në dritë ndjenja dhe dëshira të fshehura që nuk mund të rrinë mbyllur në fund të shpirtit. Një ndryshim i madh po ndodh brenda jush. Tregoni të sinqertë me veten për atë që ju nevojitet vërtet nga një lidhje, në vend që të shtireni sikur largësia ju mbron nga lëndimet. Nuk do t'ju pëlqejnë bisedat boshe dhe pa vlerë, por do të keni një mpretësi të madhe për të kuptuar financat dhe strategjitë e jetës. Sot po ofrohet një ndjenjë e fortë pasioni për një projekt apo për një person. Ngjyra me fat gri. Koha me fat 18:30 deri në 20. Briciapi. Merkuri po futet në shtëpinë tuaj të marrëdhënieve, duke ju sjellë biseda dhe sqarime në jetën tuaj. Marrëdhëniet tuaja do të tregojnë shumë gjëra më 1 qershor. Do ta shihni qartë se ku komunikoni mirë ju fal ngrohtësi dhe siguri, por nga ana tjetër do të dalloni edhe njerëzit që thjesht ju marrin energjinë tuaj dhe ju lodhin. Të hënën dikush mund të hapet në një mënyrë që nuk e prisni, ose ju vetë do të jeni gati për të thënë diçka që e keni mbajtur mbyll në zemër. Mos harroni se afërsia e vërtetë ndërtohet me sinqeritet dhe qëndrueshmëri çdo ditë. Vetëm besnikëria e thjeshtë nuk mjafton më. Do të keni dëshirë të madhe për të bashkëpunuar dhe biseda do t'ju ndihmojnë të sqaroni mendimet tua. Sot po afron një energji e mirë që ju kthen besimin tek familja dhe tek shtëpia. Ngjyra me fat është kafe. Koha me fat është në mesditë. Ujori.
Mërkuri po zhvendoset në shtëpinë tuaj të gjashtë. Kjo ju sjell një kohë shumë produktive. Kushtoni shumë vëmendje shëndetit tuaj shpirtëror dhe trupor. Po filloni të kuptoni se sa të mbytur dhe sa rënd ndihen nervat tuaj nga puna e përditshme dhe zakonet e lodhshme. Keni nevojë të sillni më shumë butësi dhe kujdes për veten dhe përditshmërinë tuaj, në vend që ta shtyni trupin deri në raskapitje. Dëgjojeni trupin tuaj këtë të hënë, ajo po ju tregon se disa të vërteta që mendja juaj është duke u përpjekur t'i kalojë me forcë. Çdo shenjë që trupi jep, dëgjojeni me vëmendje. Në këtë periudhë është mirë për të bërë disa lista, për të pastruar dhe për të organizuar disa sisteme të jetës tuaj. Është një ditë e bukur për të ndihmuar dikë, duke i dhënë ndoshta një këshill të mirë. Ngjyra me fat e kuqe, koha me fat është mëngjes. Peshqit. Mërkuri po hyn në shtëpinë tuaj të pestë, të dashurisë gëzimi dhe e krijimtarisë, ku do të qëndrojë deri më 9 gusht. Dashuria, ndjenja dhe dëshira për të krijuar do të jenë shumë të larta këtë të hënë. Do të ndjeheni më romantik, më të frymëzuar dhe më sentimental se zakonisht. Ka diçka shumë shëruese kur ju i jepni vetes tuaj lejen që të ndjejë gëzimin pa pasur ndjenja faj apo pa u menduar shumë gjatë. Zemra juaj dëshiron të luajë, të gëzohet dhe të shprehet lirshëm pa u ndrydhur. Lërni veten të shijojë çdo gjë që ju ngron shpirtin, në vend që të rrini duke analizuar çdo detaj të vogël. Do të jeni krenar për idetë tua dhe do t'i bëni të tjerët për vete me humorin tuaj. Sot do ta keni më të qartë se kush dhe çfarë vlere ka në të vërtetë për ju, duke ndryshuar ndoshta dhe qasjen ndaj parave apo shtëpisë. Ngjyra me fat e verdha, koha me fat është pasdite e vonshme.